Nëse referohemi shifrave të sakta, Prokuria Themelore në Pejë gjatë vitit 2025 ka pas 3037 kallëzime penale në punë dhe veprime, nga të cilat ka arritur t'i përfundoj 3152, që nënkupton nëse përkthejmë në përqindje, kemi arrit që mi përfundu 104% të numrit total të lëndëve. Ndërsa në raport me regjistrin PPN, po ashtu kemi pas një rritje të paraqitjes të rasteve në krahasim me 2 vitet paraprake, por edhe një dyfishim të lëndëve të kryera, që nënkupton se nga këto lëndë janë përfunduar 1387 lëndë. Gjatë këtij viti ka qenë për neve paraqitjet e mëdha të qytetarëve, nga të cilët domethënë kemi pranuar drejt për drejti informacione mbi bazën e cilave dhe janë fillu hetimet. Dhe po ashtu kemi pasur konsideroj që takime të shumta ndërinstitucionale, ku nga gjithë mekanizmat dhe institucionet ligjezzatuese është kërkuar që të bëhet një konsolidim i mirëfillëtit gjithë aktarëve në mënyrë që të luftohen veprat penale dhe dukuritë kriminale dhe po ashtu si preventiv që secili të merr përgjegjësinë mbi pozitat dhe përgjegjësitë mbi veprimet e cilat i takojnë bazë të autorizimeve në vendin e punës. Si prokuri konsideroj që viti 2025, në bazë të statistikave të cilat janë nxjerrë, ka qenë një vit i suksesshëm, edhe pse ka qenë njerëzakonisht sfidues, për faktin që numri i prokurorëve nuk ka qenë i mjaftueshëm në raport me të gjitha departamentet, në veçanti me Departamentin për krime të rënda dhe Departamentin e përgjithshëm. Përkundër asaj kemi arritur që me të kalu do 8% e numrit të rasteve të pranuara dhe numrin e rasteve të cilat janë zgjidhur, dhe konsideroj që është një sukses i jashtëzakonshëm i prokurorëve të cilët kanë qenë të angazhuar jashtëzakonisht shumë përkundër përfaqësimeve, përkundër përgjegjësive të cilat i këbartin çdo ditë punë. Para se të kalojmë dhe të flasim për mënyrën e zgjidhjes së këtyre rasteve dhe ato që janë më problematike për të trajtuar, të flasim pak për kapacitetet. E përmendet pra që ka pas mungesë të prokurorëve. Cilat janë kapacitetet e prokurorisë themelore në Pejë dhe ku ka mungesa më shumë dhe a ka pasur deri tash një qasje të drejtë, një përkrahje e cila është nevojitur për këtë prokurori nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës? Në vitin 2025, Prokuria Themelore në Pejë ka pas do të thotë gjithsejt 14 prokurorë, që nënkupton se 3 prokurorë kanë qenë Departament për krime të rënda, për shkak se në fillim viti domethënë është larguar një prokuror, është dorëhequr, ndërsa në Departamentin e përgjithshëm kanë qenë 6 prokurorë me mandat të përhershëm, ndërsa 3 prokurorë me mandat fillestar. Ndërsa në Departamentin për të mitur, siç e thash, kanë qenë 2 prokurorë. Në raport me numrin e lëndëve, në raport me specifikat të cilat i shënjestrojnë domethënë regionin e Pejës, konsideroj që ka qenë numri i vogël i prokurorëve. Si kryeprokurore kam parashtruar një kërkesë, të paktën edhe për 4 prokurorë që të plotësohet do të thotë në kuadër të kësaj prokurorie, pas parasysh që nevojat janë të domosdoshme dhe të paevitueshme për të pas do të thotë numrin e plotë të prokurorëve, dhe në këtë rritjem, në bazë të numrit të lëndëve, konsideroj që është më së nevojshme që të shtohet numri i prokurorëve në të 2 departamentet.